Të dashur shqiptar, keni dëgjuar për mbretin I lirë Alketas? Është shkruar emri I tij këtu. Fjala Alketas është emër mbimëror. I krijuar një lloj si fjala dhjetas në shqip. Ju betoj. Pra zot që është në qiell, fjala dhjetas dhe Alketas janë krijuar një lloj. Pra pashtesa është e dialektit dorik. Mirë po, çfarë ndodh? Gjuha ilire është gjuha e dialektit epik. Çfarë ndodh në dialektin epik? Ilirët marrin një fjalë greke, he alke, do të thot fuqi, do të thot mbrojtje, do të thot dhe betej. E marrin këtë fjalë, I heqin trajtën e shquar he dhe bëhet alke, I shtojnë pra pashtesën tas. Dhe krijohet fjala alketas. Kjo fjalë është në gjuhën shqipe. Emër vajze, alketas, alketa, por në iliri ka qenë emër burri. Sepse ilirët përdorin emra femëror për meshkujt. Unë këtë nuk e dija, për t'i përkëdhelur ata. Për shembull, Dimitri shkruhej Demetre, po në gjuhën greke eja bëhet I. Shqiptarët kujton se është Dimitri. Kjo është emër femre, Dimitri. Eleni, pashtu. Emri Elena Kocaqit. Do thot grua greke, mbaron me e, por në gjuhën greke kjo bëhet I. Pra këta nuk janë emra mashkullor, këta janë emra femëror në greqisht, po bëhen emra mashkullor në shqip. Edhe alke shqiptohet alki në gjuhën greke të sotme, por në gjuhën ilire ka qenë alke. Gjuha ilire është dukur. Dhe tani ilirët thjesht hiqnin formën e trajtës së shquar he alke, e kthejnë në alke, do të thot fuqi, dhe I shtojnë një tas në fund. Nga diun këtë. Fjala dalmat në gjuhën shqipe vjen nga ilirishtja, dalmatas. Dhe këtë unë e kam gjetur në fjalorin e Stefanusit të Bizantit. Alketas është krijuar një lloj si dalmatas, nga fjala dalma, dele, në dialektin dorik. Edhe këtë fjalë ilirët e marrin nga gjuha helene, I heqin pjesën e trajtës së shquar ha dalma dhe e kthejnë në dalmatas, një lloj si alketas. Tani, kjo botohet në Wikipedia në greqisht, Elena Kocaqi e merr këtë dhe e hedh në Google Translator, por varianti I vjetër, në vitin 2017, kur Google-i akoma nuk e dinte mirë gjuhën shqipe. Dhe ka mbetur një lloj e pandëshuar nga viti 2017, sepse tani inteligjenca kompjuterike është bërë më e mirë dhe e përkthen më bukur nga anglishtja në shqip ose nga helenishtja në shqip. Pra Eleni Kocaqi këtë e ka përkthyer me Google-in e vjetër, kur ishte shumë I dobët. Do ja lexoj unë tani historinë e Alketit sipas Elena Kocaqit. Historia e Alketit. Babai I tij Arybas preferoi Aekides, djalin e tij të ri si pasardhës I tij, pa kuptim është kjo fjali, pasi ai nuk e konsideronte Alketas të aftë për qeverisje. Kjo bëri që dhe e dëbuan nga dheu I tyre. S'dihet kush është kush. Mbasi Aekides në vitin 313 para rëson, ra në një betejë kundër Kasandrës dhe Maqedonase, janë krejt pa kuptim të fjalë. Kjo është gjuha epike. U kthye mbrapsht Alketas dhe ende
ende 2 herë erdhi në pushtet në Epir. E ka shqipëruar tekstin grek Elena Kocaqi. Pari Kasander vazhdoi luftën kundër Epirit, por pastaj Aleate, në vend që thot Aleatia. Kjo është dialekti epik. Pikërisht kjo gjuhë. Veten Alketas të dytë dhe mbreti Maqedonasve, dhe këtu mbaron fjalira pa kuptim, Epiriotët e revoltuar kundër sundimit mizor të dytë të Alketas, në vend që thot sundimi i Alketas së dytë. Prap gabim. Në vitin 308 dhe e vran atë së bashku me 2 djemtë e tij. Pa logjik fare kjo fjali. Ai u pasua nga Piros, biri i Aikides, që fitoi fronin me ndihmën e Glaukut, babai birës Suez. E kuptoni çfarë është gjuha epike? Është një lloj si Google-i i vitit 2017. Grekët e cilësojnë gjuhën epike gjuhë artificiale, se nuk flet njeri kështu, për shembull në shqip. Kjo është gjuhë epike. Pra Zot që është në qiell, kështu flasin banorët e Ilirisë në dialektin epik. Është një gjuhë greke pa kuptim. Kështu janë dhe poemat e Homerit në greqisht tingëllojnë pa kuptim, sepse një lloj si këtu emrat nuk dalin në trajtën e shquar. Dhe fjala fuqi, he, alke, që duhet të marrë trajtën e shquar, në gjuhën e Homerit është alke, fuqi. Dhe grekët këtë se kuptojnë. Ju duket atyre një lloj si ky teksti i Google-it të vitit 2017. E keni shembullin e qartë. Kjo është gjuha e Eleni Kocaqi dhe kështu ajo i ka botuar librat e saj të parë, duke përkthyer nga greqishtja në shqip tekste të enciklopedisë greke dhe i ka shqipëruar emrat grek. Dhe historinë greke ajo na e shet neve si histori pellazge. Tani, pse po e bëjmë këtë film? Dje ishte dita para lindjes sime. Dhe ju lutem njerëzve të mi të mos më marrin në telefon. Një njeri që e surgjinos nuk mund ta marrësh në telefon, ti thuash gëzuar ditëlindjen. Në fillim do ta sjellësh në Shqipëri, ti kërkosh falje, ti blesh dhuratat e 30 vjetëve që e ke përzënë atë, pastaj do t'i urosh atij ditëlindjen. Ç'kuptim ka ta marrësh njërin në telefon kur e ke surgjinosur? Pra, prandaj po e bëj këtë film. Dhe njerëzit e mi kujtojnë që fjala Iliria vjen nga fjala Ilir. Fjala Ilir në shqip vjen nga Eleuthera, do thot Ilir në greqisht. Sa shqipja e shkurton fjalët, nuk ka lidhje me fjalën Ilir. Ilir në fakt në ilirisht është Illyria, në fakt është Hillyria me h si Hellas, një lloj. Si origjina e Helladës, edhe Hillyria, dhe h-ja bie para Hillyrias dhe Hillyria bëhet Illyria, dhe Hellada gjithashtu rrezon h-n dhe kthehet në Ellada, pastaj l-ja kthehet në l në Illyria, edhe Hellada kthehet në Ellada në Hellada. Të njëjtat ndryshime fonetike që ndodhin me fjalën Hellas ndodhin me fjalën Illus, Hillus të Hillyrishtes, të njëjtat. Pra siç u bë Hillyria, Iliria, edhe Hellada u bë Hellada, Ellada, dhe përkëndej vjen fjala Eleni, do thot grua nga Ellada. Eleni do të thot greke, është thirrori i greqishtes në shqip, Eleni Kocaqi. Dhe Kocaqi është thashtu thirrori në greqisht për fjalën bejte xhesh. Na ka bërë bejte në Eleni Kocaqi dhe ju thot shqiptarëve që fjala Ilir vjen nga Ilir. Po, nuk është e vërtet, Ilir vjen nga Eleuthera në shqip, nga greqishtja. Epir, njerëzit e mi thonë vjen nga fjala me pi, se kështu thonë turbalbanët. Epir do të thot grua e pir. Jo, epir është varianti atikës i greqishtes apeiros, që do thot pa kufi. Peiros do thot kufi në greqisht dhe a do thot pa, ose jo. Është pjesës mohuese.
Prandaj po e bëj këtë film, se njerëzit e mi janë edukuar nga Eleni Kocaçi. E kuptoni apo jo? Kanë lexuar Wikipedian të përkthyer nga ajo keq me Google-in. Google-i e përkthen tekstin grek një lloj siç e flisnin ilirishtën gjyshërit tanë, e flisnin keq. Pra nuk ishin grek. Ilirët krijuan dialektin epik, ku hiqen format e trajtës së shquar. Ka që rëndësishme është kjo në greqisht sa që është përkthyer vepra e Iliadës dhe Odiseas në greqisht në shekullin e 20, se grekët nuk mund ta kuptojnë dot tekstin homerik, nuk ka kuptim. Fjalë pa trajtën e shquar. Është si ky teksti që e lexova unë nga Google-i i vitit 2017. Është tekst pa kuptim në shqip. Po të thua shqiptarëve që kështu kanë folur gjyshërit tuaj të marrin me gur. Këtë bën grekët. U ngritën në kryengritje kur morën vesh që është përkthyer Iliada në greqisht. Thonë, ç'është kjo? Ç'është kjo gjuhë artificiale? Prej këndej ka lindur termi dialekti epik, i folur vetëm në veprat e Homerit, është gjuhë artificiale sipas grekëve. Jo, këtë kanë folur shqiptarët. Ja shikoni vetë. Të dashur shqiptar, emrin Alketas e kanë kthyer Elena Kocaçi në Alketa, por është emër burri. Dhe është krijuar nga fjala alke, që do thot fuqi në greqisht ose betej. Dhe ky tekst pa kuptim, lexoni disa herë vet, është bërë me ndihmën e Google-it në vitin 2017, ashtu ka mbetur dhe sot e kësaj dite. Tani do të tregoj origjinalin në greqisht. Të dashur shqiptar, ky është teksti origjinal në greqisht që e merr Eleni Kocaçi, e përkthen me translatorin e Google-it të vitit 2017 dhe e nxjerr historinë e Greqisë, të fisëve greke, i nxjerr si fisë shqiptare, kuptoni apo jo? Këtë ka bërë Eleni Kocaçi, këtë kanë bërë dhe akademikët e Tiranës, që të gjithë. Edhe arkeologët e Tiranës, absolutisht, që të gjithë. Marrin tekste greke, i përkthejnë në shqip dhe shqiprojnë emrat grek. Dhe Alketas do thot i fuqishëm në gjuhën greke, por ilirët, një lloj si shqiptarët, i heqin fjalës he alke trajtën e shquar he dhe prekëndej krijojnë emrin e përvetshëm, Alke dhe Alketas. Dhe ja t'u ja tregojmë tani se si është bërë kjo nga homeristët ose ilirët që s'dinin greqisht. Të dashur shqiptar, kjo që po shikoni në monitor është për te imagjinatës njerëzore, sepse emri Alketas ka kuptim në greqisht, do të thotë i fuqishëm, i fortë, s'ka kuptim fare në shqip. Dhe më vonë filloi të shqiptoheshte Alki. Ky është emri i gjinisë femërore, por krijon emrat mashkullor prej këtij, emra burrash për formë përkëdhelje. Unë nuk e dija një gjë të tillë. Një lloj si Demeter përdoret për emrin e mashkullit, Dimitri. Po ashtu dhe Eleni është emër femëror, një lloj si Dimitri, në thirrore me i. Dhe fjala e bukur greke he alke, e shikoni, fuqi, sakatohet në gjuhën e ilirëve në alke. Dhe ky quhet dialekti epik që se ka folur njëri sipas grekërve, ata s'donin ta besonin që gjuha e Homerit është folur nga njerëz të vërtet. E pra është folur nga ilirët që s'dinin greqisht, që i heqin trajtës alke, formën e trajtës së shquar dhe krijohet emri Alke dhe Alketas. Pra mollosët janë ilirë, por e flasin greqishten një lloj si Homeri. Është dialekti epik i gjetur në jug të Francës, në një koloni të Marsejës të shekullit të 6 para Erson, ku fjala lembos del në rastin kallëzore lemben, si në shqip, pa trajtën e shquar greke. E besoni apo jo, fjala lembe ilire është fjalë greke, ho lembos, dhe del në Iliad, del dhe tek Odisea, lembe, pa trajtën e shquar ho të emrave mashkullor. E shikoni pra që unë e bëra këtë zbulim madhështor. Ky është zbulim shumë tronditës, jo vetëm emri Alketas është krijuar kështu. E njëjta rënjë është për emrin Aleksander, është krijuar kështu, por me qindra emra në greqisht janë krijuar nga ilirët ose nga popuj të tjerë, Maqedon, Paon, Ilir, Dardan,
që të gjithë këta popull në gadishmërin ballkanik flasin një greqishte të keqe. Nga e diun këtë, tekstet e gjetura në Dardani, arkeologët francez thonë janë shkruar me gabime. Thonë përse janë shkruar me gabime këto tekste, këto janë greqisht. Francezët e kishin fjalën për formën e trajtës së shquar që mungon në të gjitha tekstet e gjetura në Maqedoni, Dardani, Dalmaci. Janë tekste greke të dialektit epik. Çfarë është dialekti epik? Është si ai teksti i Google-it të vitit 2017, kur Google ishte akoma i dobët dhe nuk e përkthente mirë tekstin nga greqishtja në shqip. Nuk i nxirrte të plota trajtat e shquara të emrave. Kjo është dialekti epik. Kështu janë shkruar poemat e Homerit, kështu janë shkruar të gjitha tekstet e varreve në Iliri, në Maqedoni, Dalmaci, Dardani, Epir, kudo ilirët flisnin një greqishte të çal, të keqe. Kjo është e gjithë historia e dialektit epik. Është folur kudo përveç se në Greqi. Grekët flasin një greqishte të pastër, nga ana gramatikore me kuptim. Të gjithë popujt e tjerë jo grek flasin një greqishte të prishur. Dialekti epik, dialekti i poemave të Homerit që grekët e quajnë gjuhë artificiale sepse se kuptojnë, nuk ka asnjë lloj kuptimi te grekët origjinal. Është gjuhë e prishur, gjuha epike. Gjuhë e prishur greke. Kështu janë krijuar të gjitha toponimet në Iliri. Me fjalë greke, ku hiqet forma e trajtës së shquar. Është një zbulim kaq epokal, por jo vetëm kaq, kështu janë krijuar emrat e përvetshëm në greqisht dhe në ilirisht nga popull jo grek që skuptojnë greqisht. Nuk e din ata që fjala alke do thot fuqi, bëjnë emër personi Alketas. Sepse Alketas vet Alketasi nuk e di ç'do thot alke, prandaj. Fatmirësisht është fjalë e mirë, po emri Dardanëve ka kuptimin mut në greqisht. Ju a them me siguri të plot. Drilon është emri i organit mashkullor në greqisht, është emër shqiptarësh. Dhe emri lumit Drin. Pra emrat e përvetshëm në ilirisht kanë lindur nga fjalë greke që të gjitha thjesht është hequr forma e trajtës së shquar dhe kjo është dialekti epik, i gjetur sipas grekërve vetëm në poemat e Homerit. Askush nuk flet dialektin epik, por në fakt të gjithë flasin dialektin epik përveç grekërve. Zbulim madhështor. I faleminderit për vëmendjen dhe gëzuar ditëlindjen Darwinit të gjuhës shqipe, që gjeti kuptimin e fjalës alke, do të thotë fuqi të dashur shqiptar. Mirupafshim në filma të tjerë shkencor.